Rinovimi deri në vitin 2028 e shndërron Thomas Tuchel ndër trajnerët më të paguar në arenën ndërkombëtare. Gjermani, i cili mori drejtimin e përfaqësueses së Anglisë në janar 2025, ka arritur objektivin e parë madhor, duke çuar Anglinë në pjesëmarrjen e 8 radhazi në Kupën e Botës. Tani synimi është më i madh të shfrytëzohet potenciali një brezi të artë me emra si Harry Kane. Rinovimi i kontratës konsolidon Tuchelin edhe në renditjen e trajnerëve më të paguar në botë. Para zgjatjes së marrëveshjes ai përfitonte rreth 5.8 milion euro në vit, duke u renditur i dyti pas vetëm Ancelottit, aktualisht në krye të paknikës së Brazilit. Me marrëveshjen e re, pagatitet rishikohet në rritje, duke afruar ndjeshëm me shifrat e teknikut italian dhe duke konfirmuar besimin e plotë të Federatës Angleze të projektit të tij afatgjat. Marrëveshja më parshme e teknikut gjerman do të përfundonte në fund të botërorit që do të zhvillohet këtë verë në Shtetet e Bashkuara, Meksik dhe Kanada. Megjithatë, drejtuesit vendosen ta çojnë përpara projektin e ish trajnerit. Vendimi erdhi pas një fushate kualifikuese perfekte për Kupën e Botës, 8 fitore në 8 ndeshje dhe asnjë rol i pësuar në grup. Anglia siguroi matematikisht biletën për në botëror pas triumfit 5-0 ndaj Letonisë në Riga, duke konfirmuar dominimin absolut në grupin ku bën të pjesë edhe kombëtarja shqiptare.